Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm këtë të premte në Dibër për të shënuar 35 vjetorin e Partisë Socialiste në këtë qark. Në fjalën e tij, kryesocialisti theksoi se që nga themelimi i saj, Partia Socialiste ka ecur në arenën politike duke patur prioritet interesin kombëtar. Historia e Partisë Socialiste nis në momentin kur socialistët dhe progresistët bën një zgjedhje shumë të qartë dhe u shkëputën në mënyrë shumë të arsyeshme nga e shkuara, duke i dhënë jetë një partie e cila në këto 35 vite ka shënuar disa gjëra shumë të rëndësishme në librin e jetës politike shqiptare. Në radhë parë, Partia Socialiste ka provuar më shumë se sa një herë që është e vetmja forcë politike e cila ka një marrëdhënie të kristalt me interesin kombëtar. Partia Socialiste nuk kërkoi revansh, por kërkoi shtet të drejtës. Partia Socialiste e ka të shkruar në ADN-n e vet edhe raportin kristal me interesin kombëtar, edhe marrëdhënien e drejtë me të shkuarën, por edhe marrëdhënien qytetare europiane me shoqërinë dhe me botën. Më tej, kryeministri Rama kujtoi masakrën zgjedhore të vitit 1996 dhe dhunën e ushtruar nga pushteti i kohës kundrejt opozitës socialiste. Rama tha se Partia Socialiste mbietoi në një errësirë, duke kujtuar edhe djegjen e gazetës Koha Jon në 3 mars 1997. Rama tha se ata që sot sillen sikur kanë sjellë demokracinë, jo vetëm që redaksinë e gazetës e bën shkrumbehi, por dhunuan edhe gazetarët.